Data 12 shkurt. Zanafilla, kapitulli 45. Atëherë Jozefi nuk e përmbajti dot më veten para tërë të pranishmeve dhe briti. Nxirrin jashtë të gjithë nga prania ime. Kështu nuk mbeti asnjëri me Jozefin, kur ai u tregoi vëllezërve të tij se kush ishte. Dhe qau aq fort, saqë e dëgjuan edhe vetë egjiptasit, dhe ky lajm arriti edhe në shtëpinë e faraonit. Pastaj Jozefi u tha vëllezërve të tij: Unë jam Jozefi. A është ende gjallë ati im? Por vëllezërit e tij nuk mund t'i përgjigjeshin, sepse ishin të tronditur thellë para tij. Atëherë Jozefi u tha vëllezërve të tij: Afrohuni pra tek unë. Ata ju afruan dhe ai u tha: Unë jam Jozefi, vëllai juaj, që ju e shitet që ta çonit në Egjipt. Por tani mos u trishtoni dhe mos t'ju vi keq që më shitet me qëllim që të çohesha këtu poshtë, sepse Perëndia më ka dërguar para jush për të ruajtur jetën tuaj. Në fakt u bën 2 vjet që razia e bukës në vend, dhe do të ketë 5 vjet të tjera gjatë të cilave as do të lirohet, as do të korret. Por Perëndia më ka dërguar para jush, me qëllim që të ruhet diçka mbi tokë dhe për t'ju shpëtuar jetën me një çlirim të madh. Nuk jeni ju pra që më dërguat këtu, por është Perëndia. Ai më caktoi si ati faraonit, si zot i krejt shtëpisë së tij dhe si qeveritari tërë vendit të Egjiptit. Nxitoni të riktheheni te ati im dhe i thoni: Kështu thot biri yt Jozefi, Perëndia më ka caktuar si zot të gjithë Egjiptit, zbrit tek unë, mos u vono. Ti do të banosh në vendin e Goshenit dhe do të jesh afër meje. Ti dhe bitë tu, bitë e bijve të tu, kopet e bagtive të imta e të trasha dhe gjithçka që ti zotëron. Dhe atje unë do të ushqej, sepse do të ketë edhe 5 vite të tjera zije, me qëllim që ti të mos katandisesh në mjerim, ti, familja jote dhe gjithçka që zotëron. Dhe ja, sytë tuaj dhe sytë e vëllait tim Benjaminit shohin që është goja ime që ju flet. Tregojani pra atit tim tërë lavdin time këtu në Egjipt dhe gjithçka pat, shpejtoni ta sillni atin tim këtu. Pastaj ju hodh në qafë vëllait të tij Benjamin dhe qau, dhe Benjamini qau i shtrënguar në qafën e tij. Ai puthi gjithashtu tërë vëllezërit e tij dhe qau i shtrënguar me ta. Pastaj vëllezërit e tij filluan të flasin me të. Jehona e kësaj ngjarjeje u përhap në shtëpinë e faraonit dhe njerëzit thanë: Kanë ardhur vëllezërit e Jozefit. Kjo i pëlqeu faraonit dhe shërbëtorëve të tij. Atëherë faraoni i tha Jozefit: Thuaj ju vëllezërve të tu, bëni këtë, ngarkoni kafshët tuaja dhe shkoni, kthehuni në vendin e Kanaanit. Pastaj merrni atin tuaj dhe familjet tuaja dhe ejani tek unë. Unë do t'ju jap më të mirat e vendit të Egjiptit dhe do të hani prodhimet më të zgjedhura të vendit. Ti ke urdhrin t'u thuash atyre: Bëni këtë, merrni me vete nga vendi i Egjiptit qerre për të vegjëlit tuaj dhe për gratë tuaja, merrni atin tuaj dhe ejani. Dhe mos u shqetësoni për orendit shtëpiake, sepse sendet më të mira që ka Egjipti do të jenë tuajat. Bijtë e Izraelit vepruan kështu dhe Jozefi u dha atyre qerre, sipas urdhrit të faraonit, si dhe ushqime për udhëtimin. Të gjithëve u dha një par rroba për ndërres për secilin, por Benjaminit i dha 300 sikle argjendi dhe 5 ndërresa veshmbathjeje. Atit të tij i dërgoi 10 gomer të ngarkuar me gjërat më të mira të Egjiptit, 10 gomarica të ngarkuara me grur, buk dhe ushqime për atin e tij gjatë udhëtimit. Kështu i nisi vëllezërit e tij dhe ndërsa ata po iknin u tha: Mos u grindni rrugës. Atëherë ata u ngjiten përsëri në Egjipt dhe arritën në vendin e Kanaanit të Jakobi, ati i tyre. Dhe i kallëzuan gjithçka duke thënë: Jozefi është ende gjallë dhe është qeveritari i gjithë shtetit të Egjiptit. Por zemra e tij nuk u ngro, sepse nuk u besonte atyre. Por kur ata i treguan tërë fjalën që u kishte thënë Jozefi dhe kur pa qerre që Jozefi kishte dërguar për ta marrë atë, atëherë shpirti i Jakobit, atit të tyre, u ringjall dhe Izraeli tha: Mjaft, djali im Jozef është ende gjallë. Unë do të shkoj ta shoh para se të vdes. Marku, kapitulli 15. Dhe menjëherë në mëngjes, kryepriftrind me pleqt, skribët dhe gjithë sinedri bën këshill, e lidhën Jezusin, e quan jashtë dhe ja dorëzuan Pilatit. Dhe Pilati e pyeti: A je ti mbreti i judejve? Dhe ai duke u përgjigjur i tha: Ti e thua. Dhe kryepriftrind e akuzonin për shumë gjëra, por ai nuk u përgjigj as pak. Pilati e pyeti përsëri duke thënë: Nuk po përgjigjesh fare? Shi për sa gjëra dëshmojnë kundër teje. Por Jezusi nuk u përgjigj me asgjë, aq sa Pilati mbeti i çuditur. Dhe sipas zakonit të festës u lëshonte atyre një të burgosur, cilin do të kërkonin. Por ishte në burg
një njeri që quhej Baraba, bashkë me shokë të tjerë kryengritës, të cilët kishin bërë vrasje gjatë një kryengritjeje. Dhe turma, duke bërtitur, filloi të kërkojë që të bënte si kishte vepruar gjithnjë për ta. Por Pilati u përgjigj atyre duke thënë: "A doni t'ju liroj mbretin e Judejve?" Sepse e dinte që kryepriftrinjt ja kishin dorëzuar nga smira. Por kryepriftrinjt e nxitën turmën që t'u lironin atyre më mirë Baraban. Dhe Pilati e mori përsëri fjalën dhe u tha atyre: "Çfarë doni pra të bëj me ato që ju ja quani mbret i Judejve?" Dhe ata bërtitën përsëri: "Kryqëzoje!" Dhe Pilati u tha atyre: "Po ç'të keq e ka bërë?" Atëherë ata bërtitën edhe më shumë: "Kryqëzoje!" Prandaj Pilati, duke dashur ta kënaqë turmën, u alëshoi Baraban dhe u dorëzoi atyre Jezusin, mbasi e fshikulluan që të kryqëzohej. Atëherë ushtarët e quan Jezusin në oborrin e brendshëm, domethënë në pretorium, dhe mblodhën gjithë kohortën. E veshën në purpur dhe si thurë një kuror me ferra ja vun mbi krye. Pastaj nisën ta përshëndesin duke thënë: "Përshëndetje o mbret i Judejve!" Dhe e goditnin në krye me një kallam, e përshtyn dhe duke u gjunjëzuar përpara tij e adhuruan. Pasi e tallën, ja hoqën purpurën, e veshën me rrobat e tij dhe e nxorën jashtë për ta kryqëzuar. Dhe ata detyruan një kalimtar, një far Simoni nga Kirena, që kthehej nga Ara, babai i Aleksandrit dhe i Rufit, që ta mbante kryqin e tij. Pastaj e quan Jezusin në vendin Golgota, që do të thotë vendi i kafkës, dhe i dhan të pi verë të përzier me mirë, por ai nuk e mori. Dhe mbasi e kryqëzuan, i ndan rrobat e tij duke hedhur short mbi to çfarë të merrte secili. Por ishte ora e tretë dhe e kryqëzuan. Dhe mbi shkrimi që tregonte shkakun e dënimit i cili ishte vënë për mbi të thoshte: "Mbreti i Judejve." Bashkë me të kryqëzuan edhe dy kusar, njëri në të djathtë të tij dhe tjetri në të majtë të tij. Kështu u përmbush shkrimi që thotë: "Ai u numërua me keqbërësit." Dhe ata që kalonin aty afër e blasfemonin duke tundur kokën dhe duke thënë: "Hey, ti që e prish tempullin dhe ndërton për 3 ditë, shpëto veten tënde dhe zbrit nga kryqi." Po ashtu dhe kryepriftrinjt me skribë duke e tallur i thoshin njëri tjetrit: "Të tjerit i shpëtoi, por veten s'mund ta shpëtoi. Krishti, mbreti i Izraelit, le të zbresë tani nga kryqi, që ta shohim dhe ta besojmë." Edhe ata që ishin të kryqëzuar bashkë me të e fyenin atë. Pastaj kur erdhi e 6-ta orë, errësira e mbuloi gjithë vendin deri në të 9-ën orë. Dhe në të 9-ën orë Jezusi bërtiti me zë të lartë: "Eli, Eli, lama sabakthani", që e përkthyer do të thotë: Perëndia im, pse më ke braktisur?" Dhe disa nga të pranishmit kur e dëgjuan thoshin: "Ja i po thërret Elian." Atëherë njëri prej tyre erdhi me vrap, zhyti një sfungjer në uthull dhe mbasi e vuri në një kallam, ja dha të pi duke thënë: "Lëreni të shohim nëse vjen Elia që ta zbres poshtë." Por Jezusi si lëshoi një britmë të madhe dha frymën. Atëherë veli i tempullit u shqye më dysh nga maja deri në fund, dhe kryeqindësi që qëndronte përballë tij, kur pasi bërtiti ashtu dha frymë, tha: "Me të vërtetë ky njeri ishte biri i Perëndisë." Aty ishin gjithashtu edhe gra që shikonin nga larg, midis tyre ishin Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Jakobit të vogël dhe të Joses dhe Salomeja, të cilat edhe e kishin ndjekur dhe i kishin shërbyer kur ishte në Galile, dhe kishte edhe shumë të tjera që ishin ngjitur bashkë me të në Jeruzalem. Dhe tani kur erdhi mbrëmja, me qenë se ishte përgatitja e cila është vigjilja e shabatit, Jozefi nga Arimatea, një këshilltar i respektuar i cili priste edhe ai mbretërinë e Perëndisë, me guxim hyri te Pilati dhe kërkoi trupin e Jezusit. Dhe Pilati u çudit që tashmë kishte vdekur, dhe thirri kryeqindësin dhe e pyeti nëse kishte vdekur para shumë kohe. Dhe si mori vesh nga kryeqindësi, i adhuroi trupin Jozefit. Ky mbasi bleu një çarçaf liri dhe e zbriti, e mbështolli në çarçaf liri dhe e vuri në një varr që ishte hapur në shkëmb. Pastaj rrokullisi një gur para hyrjes së varrit. Dhe Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Joses, vërenin ku e vun. Jobi, kapitulli 11. Atëherë Zofari nga Namathi u përgjigj dhe tha: "Një mori e tillë fjalësh, a do të mbetet pa përgjigje? A duhet të ketë drejt një njeri fjalë shumë? Llafet e tua, a do t'u ambyllin gojën njerëzve? Ti do të tallesh dhe asnjë të mos të bëj me turp? Ti ke thënë, doktrina ime është e pastër dhe jam i pakritikueshëm para teje. Por po të donte Perëndia të fliste dhe të hapte gojën e tij kundër teje për të treguar të fshetat e diturisë, sepse dituria e vërtetë është shumë trajtshme, atëherë do të mësoje se Perëndia harron një pjesë të fajit tënd. A mundesh ti të hulumtosh thellësitë e Perëndisë? A mund të depërtosh në përsosmërinë të plotfuqishmit? Janë më të larta se qielli. Çfarë mund të bësh? Janë më të thella se Sheoli. Çfarë mund të dish?
Madhësia e tyre është më e gjatë se toka dhe më e gjerë se deti. Në rast se Perëndia kalon, burgos dhe nxjerr në gjyq, kush mund t'ja pengojë këtë veprim? Sepse ai njeh njerëzit e rrem, e sheh padrejtësinë dhe e këshyr. Njeriu i pamend do të bëhet i urtë kur korriçi i gomarës së egër të bëhet njeri. Në rast se e përgatit zemrën tënde dhe shtrin ndaj saj duart e tua, në rast se largon padrejtësinë që është në duart e tua dhe nuk lejon që çoroditja të zër vend në çadrat e tua, atëherë do të mund ta lartosh ballin tënd pa njoll, do të jesh i patundur dhe nuk do të kesh frikë, sepse do të harrosh hallet e tua, do t'i kujtosh si ujë që ka rrjedhur. Jeta jote do të jetë më e ndritur se mesdita, edhe errësira për ty do të ishte si mëngjesi. Do të jesh i sigurt, sepse ka shpresë. Do të shikosh rreth e qark dhe do të pushosh në siguri. Do të biesh të flesh dhe nuk do të ketë njeri që do të tremb dhe shumë persona do të kërkojnë favorin tënd. Por sytë të pabezëve do të treten, çdo shpëtim do të pritet dhe shpresa e tyre do të jetë grahma e fundit. Romakëve, kapitulli 15. Edhe ne që jemi të fortë, duhet të mbajmë dobësitë atyre që janë të dobët dhe jo t'i pëlqejmë vetes son. Secili pra nga ne le t'i pëlqejë të afërmit për të mirë, për ndërtim, sepse edhe Krishti nuk i pëlqeu vetes së tij, por sikurse është shkruar, sharjet e atyre që të shanin ty ranë mbi mua. Sepse sa u shkruan më përpara, u shkruan për mësimin ton, që me anë të durimit dhe të ngushëllimit të shkrimeve të kemi shpresë. Dhe Perëndia i durimit dhe i ngushëllimit ju dhënë juve të jeni të së njëjtës mendje midis njëri tjetrit sipas Jezu Krishtit, që me një mendje të vetme dhe një gojë të vetme ta përlëvdoni Perëndinë dhe Atin e Zotit ton Jezu Krisht. Prandaj pranoni njëri tjetrin sikurse edhe Krishti na pranoi për lavdinë e Perëndisë. Por them se Jezu Krishti u bë shërbënjës i të rrethprerve për të vërtetën e Perëndisë, për të vërtetuar premtimet e dhëna etërve dhe që kombët të përlëvdojnë Perëndinë për mëshirën e tij, sikur është shkruar. Për këtë do të përlëvdojnë ndër kombe dhe do t'i këndoj lavdë emrit tënd. Dhe përsëri thot: gëzohuni o kombe me popullin e tij. Dhe përsëri: lavdëroni Zotin gjithë kombet dhe përlëvdoni atë gjithë popujt. Dhe përsëri Isaia thot: do të jetë rrënja e Jeseut dhe ai që do të ngrihet për të sunduar kombet. Në të do të shpresojnë kombet. Dhe Perëndia i shpresës le t'ju mbush me çfarëdo gëzimi dhe paqe në besim, që të keni mbushulli në shpresë me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. Dhe sa për ju, vëllezërit e mi, jam i bindur edhe unë vetë, se edhe ju jeni plot mirësi, të mbushur me çdo njohuri, të Zot të këshilloni njëri tjetrin. Por ju shkrova pjesërisht më me guxim, o vëllezër, që për shkak të hirit që mu dha prej Perëndisë, t'ju kujtoj që jam shërbëtor Jezu Krishtit ndër kombet, duke punuar në shërbesën e shenjtëruar të ungjillit të Perëndisë, që blata që janë kombet të bëhet e pëlqyer e shenjtëruar nëpërmjet frymës së shenjtë. Kam pra me sa të mburrem në Jezu Krishtin për punët që kanë të bëjnë me Perëndinë, sepse nuk do të guxoj të flas për ndonjë nga ato gjëra të cilat Krishti nuk i bëri nëpërmjet meje, për t'i sjellë në bindje kombet me fjalë dhe me vepër, me fuqi shenjash dhe mrekullish, me fuqi të frymës së Perëndisë, kështu që prej Jeruzalemit e për qark gjerë në Iliri, kam përmbushur shpalljen e ungjillit të Krishtit, dhe kështu duke patur nder të ungjillizoj atje ku nuk ishte i njohur emri i Krishtit, që të mos ndërtoj mbi themelin e tjetër kujt, por sikurse është shkruar: ata ndër të cilët ai nuk u qe shpallur do të shohin, dhe ata që nuk kishin dëgjuar do të kuptojnë. Edhe për këtë arsye u pengova shumë herë të vite ju. Por tani duke mos pasur më vend në këto vise, dhe duke pasur prej shumë vjetësh mall të vite ju, kur të shkoj në Spanjë do të vite ju, sepse shpresoj t'ju shoh kur të kaloj dhe të më përcjellni deri atje, pasi të kënaqem sadopak me ju. Por tani unë po shkoj në Jeruzalem për të shërbyer shenjtorëve, sepse atyre nga Maqedonia dhe Akaia u pëlqeu të japi një ndihmës për të varfrit që janë ndër shenjtorët e Jeruzalemit. Kjo u pëlqeu atyre me të vërtetë dhe janë debitor ndaj tyre, sepse në qoftë se kombet u bën pjesëtar me ta në të mirat frymërore, kanë detyrë të shërbejnë atyre edhe me të mira materiale. Si ta kem kryer këtë punë dhe tua kem dorëzuar këtë fryt, do të shkoj në Spanjë, duke kaluar nga ju. Dhe e di se duke ardhur te ju, do të vi në mbushullin e bekimeve të ungjillit të Krishtit. Dhe ju lutem o vëllezër për Zotin ton Jezu Krisht dhe për dashurinë e frymës, të luftoni bashkë me mua në lutjet e Perëndia për mua,
që unë të shpëtoj nga jo besimtarët në Jude, dhe që shërbesa ime që po bëj për Jeruzalemin të jetë e pranueshme për shenjtorët, që të vi me gëzim të ju në dasht Perëndia dhe të prehem bashkë me ju. Edhe Perëndia i paqes qoftë me ju të gjithë. Amen.